Ka një gjë shumë interesante për të rikthyer prapë tek filmi. Tani filmi Loja e fundit flasim gjithmonë, që do të shfaqet në kinema Cineplex Premier në 12 shkurt. Kështu që nxitoni edhe me një biletat online. Me biletat, nëse ka ngel ndonjë bilet pa marr. Nëse ka ngelur. Filmi ka shumë gjëra interesante që të mos e kufizojmë po themi. Po një nga gjërat më interesante nga këndvështrimi ynë tani, pra imi dhe i Violës. E tha mos rrinte do të paetën. Nuk që jeni ju të dy. E kemi thënë. Që jemi edhe njerëzit besoj e kanë parë në trailer. Po. Ishte një përvojë shumë e bukur. Ta bëj unë një pyetje. Çfarë përjetove kur erdhe edhe xhirove me ne? Si të duk seti? Tani nuk e di, të ta them gjithë historinë, domethënë si nisi kjo e gjitha, ishte një bisedë me Klaudian, e cila ma propozoi, më tregoi pak a shumë, po them, skenarin dhe ma propozoi si ide që së bashku me Violën të merrnin pjesë në një skenë shumë të vogël, po them, aty. Një cameo, kështu i thon, okay. Dhe në fillim më duk pak e pabesueshme. Se thash, po mirë më, ne jemi gazetarë, kupton, domethënë, ndërkohë që mendoja që nuk kishin mbaruar aktorët ende, edhe për skena që mund ishin për cameo. Por pastaj raha mirë, thash që ide shumë e bukur, edhe më pëlqen, edhe po ja konfirmova Klaudius. Edhe dolët shumë bukur. Pastaj folëm me asistenten, na dha datën, ditën, vendin, të gjitha, edhe Po ishte bukur, ishte shumë bukur. Edhe erdhëm. Ju kompleksova pak më duket atë ditë. Se ta kërkova një dy herë më herë. Unë bëra gati. Po nuk ma merr të mendje që bëshin aq shumë dubla për 20 sekondë. Edhe bëm pak, ë? Okay. Bëm pak dubla. Kemi nuk e di sa dubla kemi bërë, 10 ndoshta. Mirë, ju keni bërë mjaftueshëm. Por me ju ka qenë çështje teknike, se ka qenë lokacioni pak i veçantë, le të themi, të çuditshëm, por nuk më kompleksove për një arsye, sepse unë mendova që okay, po shkoj në një skenë xhirimi profesionistësh tani. Kështu që çdo gjë që do të thotë regjizori, ti do ta bësh, siç ta thotë regjizori. Pra, he's the boss there. Okay. Mirë bëre që e bëre kështu, por nuk është kjo arsyeja që duhet ta bësh. Nuk duhet ta bësh sepse regjizori është the boss. Duhet ta bësh sepse ti je regjizori, ti je din. Pak prandaj duhet nuk më pëlqen kjo asnjëherë kur thon e bëj ti je shefi, do ta bëj si don ti. Un kam qejf që ta kuptojmë pse duhet ta bëjmë ashtu. Kur e dim të dy pse po e bëjmë atë gjë në atë mënyrë që po ta them unë, atëherë nuk ka nevojë as të drejtoj. Ndodh që aktorët refuzojnë batutat? Ka lloj aktorësh, ka lloj komplekse midis aktorëve, edhe po disa njerëz edhe disa aktorë edhe mund të thonë ndonjëherë jo po pse ta them kështu, nuk më përket mua, nuk më. Ne jemi tolerant gjithmonë kur një gjë kërkon skenari që duhet të jetë ashtu edhe duhet të thonë ashtu, atëherë po, mbulin që dëgjoj. Tani ti ke parë shëzgjërime edhe në Itali. Aty ka nisur eksperienca. Ndodhe njëjta gjë, pra i njëjta tolerancë. Po. Varet gjithmonë nga produkti. Ke disa produkte që duhet i rish skenarit strikt, ka disa që lejon të japësh hapësirë aktorëve. Në rastin tonë është i mix. Ne kemi artistë shumë të mirë, për shembull kemi Akilin që ka nevojshme të improvizoj sepse është humorist, është komedian edhe sigurisht që duhet ta lejosh të shpreh, nuk mund të thosh okay, ri vetëm këtu se përndryshe pse morëm atë. Është varet nga dishmëria e autorëve, se sa duhet i lejosh edhe sa mund t'i marrësh, sa mund t'i japësh. Një nga skenat që është mendon ti ndër më të arriera në të gjithë karrierën. Jo te ky film, në të gjithë karrierën. Pra, një moment që e ke fiksuar, e ke shënjuar në mendje, si kjo ishte perfekte. Besoj, nuk dija më me një skenë specifike, por besoj që ka ndodhur tek seriali Një dopje histori. Sepse tek ai serial unë kam pas një liri, mbasi edhe më shumë se ç'duaj, të isha edhe shumë i ri, edhe kam pas shumë liri të eksperimentoja tamam në regji, në lëvizje kamere, në koncept. Edhe nëse kam bërë diçka që kam thënë, okay, më pëlqen. Mbasi ta shoh duke parë sot është një budalli, por se di. Te ky filmi ka disa skena të mira, prandaj nuk di të zgjedh.
Okej, bëhet e vështirë. Ko që ta pyesim një regjisorin më Viola. Ne jemi në çik. Jeni. Se përndryshe do ju prisja nga. Okej. Bë kemi. Mirë, okej. Ja, po tani. Të paktën me piano s'do merrem se jam Jo, unë u habita Bjordi, u habita se u futa para ca kohësh, nuk e di pse për çfarë arsye, po prisja të kishte sharë në njëri për një. Gjë, thash ta kontrolloj herë emrin, mos na del në gjë. Dhe shoh Viola Gremi IMDb. Wow, kemi dalë. Po si del në këtë në IMDb? Është në çdo prodhim regjistrohet filmi, kasti dhe ju jeni pjesë e kastit zyrtarisht. Kështu që keni tani si na duket Star Movies. Jo, Movie Stars. Kështu fillohet. Unë kështu fillova. Më ftu një herë në radio në Itali. 16 vjeç edhe 2 javë më vonë kisha emisionin tim radio për muzikë. Kam afin shanset na bëjnë, na japin. E vërtet. Mund të bëjmë atë që bëjmë atë që mbase nuk e dinim që na pëlqen të bëjmë. E vërtet. Edhe me sa di unë ti Viola e ke ëndër aktrimin. E kam po. E ke ëndër. Po të mos ishe bërë regjisor, çfarë do ishe bërë? Kur ishe vogël doja të bëhesh aktor. Pjesë e skuadrës Juventus. Portier. Jo, e vështirë, shumë e vështirë. Nuk e imagjinoj dot veten jashtë kësaj gjë se thash që i vogël. Mbase do bëja diçka lidhur prap me artin, mbase vizual. Se di. Ku tjetër e gjen veten mirë në art? Dikur pikturoja, kam bërë literatur artistik. Okej. Edhe tek arkitektura mbase, qofse nuk do kisha fare këtë prirje për kinema, mbase do më interesonte ajo pjesë. Por ta thash, nuk e kam menduar kurrë sepse jam brenda kësaj gjës. Ti do vazhdosh me regjin deri në fund. Sa të më jepet mundësia do e bëj. Dhe në fakt, ç'është e vërteta me produksionet që në të cilat Bjordi është regjisor, i ka të gjitha arsyet që të vazhdojë dhe të mos ndrojë rrugë, se janë produksione super të suksesshme. Ja që bjem sikletën, nuk më pëlqen. Unë po flas me Bjolën, ti mos na e tha edhe më përpara. Komplimenta. Ti mos dëgjoj më flas me Bjolën. Janë të vërteta, janë fakte e bëjnë të ndihet në sikletë. Ne nuk do donim këtë, ne do donim që Ju dua që të kënaqeni, thjesht shihni filmin, mos bëni mua komplimenta se nuk ka nevojë të komplimentoni regjisorin. Them një gjë që e kam për zemër. Është kjo fjala regjisor që për mua edhe pak abuzohet. Unë deri sot mendoj që termi më i saktë që do ishte, nuk e përdorim dot, nuk e kemi në fjalorin ton, është fix director. Sepse unë çfarë kam bërë unë deri tani është fix të drejtoj. Unë nuk kam bërë vepra autoriale ku ndikon parësisht çfarë dua unë, vizioni im. Unë bëj fix punën e një drejtori, pra marr një histori edhe e tregoj në mënyrën që mua më duket më e përshtatshme. Regjisori është diçka tjetër. Po thua që regjisori është më shumë te kinemaja autor? Nëse e kuptova sa. Tani po, besoj regjisori është një autor pak më i përthelluar, jo që nuk do jem edhe nuk jam, por deri tani unë do të jem i saktë që unë thjesht drejtoj, domethënë. Po. Kjo është modestia ime weird. Nuk po ta themi që drejton shumë mirë. Ka ndonjë gjë për cilën je penduar në jetë, kalojmë te këto pyetje pak më ekzistenciale. Sa të duash. Po më e madhja. Nuk flas dot me emra. Me situata besoj po. Jam penduar. Më falni. Për të shakave, nuk jam penduar për ndonjë zgjedhje të madhe që kam bërë në jetën time. Jam penduar për gjëra të vogla, kam bërë jam penduar që kam zgjedhur mbase këtë lokacion për të xhiruar sepse Po që je kthyer në Shqipëri e penduar? Jo, nuk jam penduar për kthimin në Shqipëri sepse kam bërë me domethënë prapë më ka sjell aty ku jam sot. Sot jam i lumtur. Mendon që në Itali mund të ishe më mirë, po them profesionalisht në këtë fushë ku je si regjisor? Do punoja, po është një treg komplet ndryshe. Të arrish do bëj sigurisht që do arrija të bëja filma siç po bëj, por mbase do më duhesh edhe një 10 vjeçar tjetër. Do më duheshin kontakte tjera, do ishte një punë tjetër.
këtu punash kam filluar këtë zanat kur edhe vetë tregu këtu po ndryshonte, pra kam qenë pjesë e ndryshimit edhe ka dhënë satisfaksione të tjera kjo gjëja. Në Itali do isha një nga base. Edhe këtu jam një nga, sigurisht, jam i miri, por po them gjithsesi jemi një brez që po e bëjmë këtë gjë. Mirë keq jemi. Nëse në Itali unë nuk e gjej më veten. T'ju them nuk shkoj më me shumë qef. Më mungon Italia për gjërat e vogla të saj, por nuk. Ore, çka ka kjo Italia që për gjithë këta që kthehen nga Italia dhe kanë jetuar shumë vite atje ose kanë studiuar, u ka dalë nga qefi. Ke të drejtë, nuk e di sa herë kam dëgjuar këtë gjë. Jo, megjithmonë e kam. Çka ka Italia? Ju që jetoni këtu për gjithmonë, për gjithë jetës, nuk mbase nuk i vini re se sa shpejt dhe sa në mënyrë interesante Tirana evolon. Pra, për mua që kam jetuar në një vend që është një nga vendet më të bukura në botë, por që ka dekada që nuk ndryshon asgjë, qoftë në lifestyle, qoftë në urbanistik, është një shtet që ka 3000 vite që është ndërtuar, le të themi, po e përpolizoj. Dhe nuk më ngop ajo gjë, duhet gjesh vendin tënd, edhe po e gjetë mirë mund të jetosh me ato. Kurse këtu nuk ka akoma rregulla. Nuk bëhet e mërzitshme këtu. Nuk bëhet akoma e mërzitshme. Këtu je pjesë e ndryshimit, këtu të stimulon më shumë çdo gjë që bën, mbase nuk e ke atë përfitimin e komoditetit të shtetit italian, por unë nuk e kam kërkuar asnjëherë atë gjë. Interesante. Për mua është më shumë, kjo gjëja që bëjmë, njerëz të rinj që krijojnë, që duan të bëjnë, kanë këtë gjë. Edhe kjo pjesa e ankesës që duan më të mirë për shtetin tonë, edhe kjo është një gjë që në Itali nuk kam. Domethënë ankohen, po ankohen njësoj si që ankoheshin para 40 vitesh, sepse do ankohen gjithmonë. Tu ankohen sepse një ndryshim po e bëjmë. Këtu nuk e di më qartë, shumë i qartë. Mirë, të marrim një situatë të tillë. Ke për të bërë një film ku aktorët do jenë politikanët shqiptar. Cili do ishte protagonisti? Me që kam punu me të, sigurisht do vija kryeministrin Rama. Okej. Antagonisti? Ku ke punu me të? Tek fushata e 2017. Ja, mendova në ndonjë film. Jo, kam gjyruar, kam qenë regjisor tek fushata. Okej. Ka pasta video të lezetshme që ja kam bërë unë. Dhe ka qenë shumë interesante të punoja me të. Dhe besoj që ka shumë talent për ta bërë atë gjë. Ka absolutisht ka. Por antagonist, mirë, do ishte shumë e thjeshtë të thoja Sali Berishën, por po zgjedh Lulin. Ja, duhet një se di, nuk e di. Është interesante. Monika. Okej, Monika. Si duket si opinioniste një herë, Monika? Se u kthyem prapë në Big Brother tash. Jo, vetëm që erdhi rasti. Mirë, është interesante, është një frymë e re. Okej. Se di, nuk e di. Okej. Po marrim rolin e një vajze që ka përcen të gjitha sfidat. Kush nga politika shqiptare do ta luante? Po nuk i njeh kaq mirë këta politikanë. Një vajzë ka përcen. Mirë, e bëjmë ndryshe atëherë. Cila nga vajzat e showbizit shqiptar do ta bënte këtë rol? Një vajzë që ka përcen të gjitha sfidat. Po. Do të them Anna Lika. Okej. Është aktore e dur. Viva l'amor. Por që nuk do ta merr janë film. Pse? është e pamenaxhueshme. Nuk e vjen kjo për shkak të raportit personal apo? Po, edhe kjo është. Ajo kur jam unë regjisor llastohet, nuk e Ana herën tjetër këtu në studio të nxjerrim palarat e Bjordit. Ajo më degeneron mos e fto. Okej, më gjej një rol tjetër tani. Kush superheroi kush do ishte? Superhero këtu do ishte Arber Hajdari. Okej. Me që ishim ke Bigu. Interesante. Më gjej një rol tjetër tani. Se po mendoj. Kush do të shpikte bombën atomike? Jo, doja për shkakun Luli. A mos do ta shpërtente nga që do llogariste gabim. Doja një rol karakteri, pra rol rol karakteri është
Avokati i popullit, si e kishte emrin? Shabani. Jo, që ka qenë Spartak Gjela? Gjela. Spartak Gjela, okay, po. Interesante. Po. Ai kishte bërë dhe zërin. Mi hiqin këto politikanë, mos më vinin po film është film është tani. Film është. Nuk është se zbesoj që ti do të çoje buxhet dëm për të bërë filme politikën shqiptar. Jo. Okay. Film është. Është vetë film, s'ka nevojë të lodhesh. Po pra, ato duhet na bëjnë skenaret ne se janë më të mirë. Janë shumë deri tani. Po, nëse do të bëje një film për jetën tënde, çfarë titulli do t'i vendosje? The Lucky Guy. Okay. Se mendoj kam e më vetë për një njeri me fat, do të thonë kam patur shumë fat në jetën time. Do të thonë duke menduar se si ishte predispozita, ishte jeta ime. Si ishte? Do të thonë nga rrethanat kur kam lindur është shumë e gjatë, por mendoj që duke e nisur me dizavantazh siç kam nisur unë, kam qenë shumë e fat për të arritur ku jam sot. Mendoj që gjatë jetës, edhe pse kam patur shumë fatkeqësi si gjithë, po në fund unë besoj që është fat që unë jam sot kështu siç jam edhe bëj atë që bëj. Se fati mund të të vi, po nuk plotësohet kurrë pa pasur punën. Mirë, jam edhe me fat që kam punuar kështu. Do të thënë koncept pak për të përthelluar. Kam përshtypjen që tani në mendje të kaluan ta gjëra. Po. Që madje mendja nuk është fort e thjeshtë ndash edhe ti flasësh me të tjerët. Cila është? Pse e tenton ti? Hajde, më pëlqen kur ajo. Jepi. Këtë punë kemi më Bjorti ç'të bëjmë. Jepi. Ambicia është gjë kryesore. Cili do ishte momenti po e marrim në film, në këtë rast do t'rregoje për jetën tënde. Momenti që të gjithë do t'i linte gojë hapur, pa fjalë dhe shumë të prekur. Kur ta shihnin që nuk jam kaq angjëllor sa njerëzit mendojnë që jam. Tek ajo pjesa e filmit të errët, të eksperiencat e mia të pak jo unpopular, besoj që njerëzit do rinin gojë hapur. Okej. Po që nuk do jo t'rregoj me detaj. Ja, unë këtë po përpiqesha të mendoja tash. Nuk e arrin dot në lenet më be. Okej, nuk po të ngacmoj më shumë. Po e lë me kaq. Po e lë me kaq, po jo të mos bëjmë pyetje më rregull. Unë po mendojmë akoma. Po ky çka ka po mendojmë. Çfarë do të bërë? Një gjëra të rënda, po gjëra që do thosh, e bëu me vërtet Bjorti. Me vërtet. Sa të mbarojmë këto, se posa e tha këtu do na e them. Po them pastaj ke balkoni juaj bukur. Okej, e mbyllim pikën të balkonit atë.